Me 12 mars, Kryesia e Partisë Socialiste do të mblidhet për të finalizuar dhe vullosur listat e kandidatëve që do të përfaqësojnë këtë forcë politike në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Takimi i kryesisë do të zhvillohet në orën 19 në Selin Rozë dhe do të shënojë përmbylljen e këtij procesi me afatin e fundit për dorëzimin e listave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që është ora 24. Kryeministri Edi Rama ka folur për listat e deputetëve në rubrikën Sy-Sy duke theksuar se nuk ekziston një skuadër perfekte, por se do të formohet një skuadër shumë e mirë. Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperienca e domosdoshme dhe energjia pozitive e motrinjve. Do kemi një skuadër që do të garantojë vazhdimsinë e një procesi historik, siç është procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, por dhe një skuadër do të garantojë një përfaqësim shumë më të lidhur me ekzigjencat e kohës dhe të shoqërisë sot. Do të kemi një skuadër që do të jetë skuadra më e vjetër në eksperiencë dhe skuadra më e re në energji. Duke votuar Partinë Socialiste për shembull, ata që duan risi, që duan diçka të re, që duan të rinj dhe të reja, do kenë shumë më tepër të rinj dhe të reja sa duke votuar për ca subjekte që thonë ne jemi e reja, që s'di çfarë flasin dhe që alternativ kanë vetëm të shajnë mua, por duke i votuar ata që të re në fakt kanë vetëm moshën e drejtuesve të tyre, në rastin më të mirë do të shohin parlament një njeri, 2 njerëz. Ja po t'jap 3 që të jem shumë bujar. Çfarë bëjmë 3 veta? Çfarë do bëjmë? Ndërkohë që duke votuar Partia Socialiste, do të çoni 10 të reja dhe të rinj. Pas komentit të një qytetari për mundësinë e një fitore të Partisë Demokratike në 11 maj, Rama e konsideroi një fitore të tillë si kërcënim për Shqipërinë, për fëmijët e saj dhe për marrëdhëniet e vendit me Bashkimin Evropian. Fitore PD-s më 11 maj, larg qoftë për vendin, larg qoftë për fëmijët tanë, larg qoftë për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian. Mos harroni që Bashkimi Evropian nuk i shef do të fare me sy ca tipa. Fare. Dhe deri kur ne të hym atje, ka shumë rëndësi kush qeveris këtu. Kur të hym atje pastaj është më pak e rëndësishme për gjërat bazike, për liritë individuale, për standardet, për barazinë para ligjit e tjerë, se ato nuk i lëviz dot më njeri. Nuk la pas komentet për reformën e drejtësi, për të cilën thotë se Partia Socialiste është krasaj, por ka ende probleme me cilësinë e drejtësisë. Atë shpatën e ndëshkimit. Në Shqipëri e ka pasur historikisht pushteti politik, e kanë pasur qeverit, e kanë pasur të parët e qeverive, e ka pas mbreti, e ka pas diktatori, e ka pas këneta, dhe e kanë përdorur për të ndëshkuar si pas Orexit politikës. Kryeministri Edi Rama theksoi hapjen e një zyre të re të Parlamentit Evropian në Tiranë, duke cilësuar këtë një zhvillim të rëndësishëm për Shqipërinë dhe për pozicionin e saj ndërkombëtar. Ai tha se kjo zyrë do të shërbejë si pikë kyçe kontakti mes Parlamentit Evropian, parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe partnerëve të tjerë në Ballkanin Perëndimor.